Mirëmbrëma, baba. Mirëmbrëma, bia ime. Të kam kohët pak. Ndoshta i mërzitur isha. Qysh prej maram, kur të tregova se Muhamedi humbi bashkëshortën edhe Ebu Talibin. Me humbin e tyne i dhujtarët e sulmuan Mekë. Edhe sulmuan na shumë sa një njeri i hodhe dhenë në kokë. Atër vajza e ti ja pastroj kokën, mirë po duke ja pastruar kokën qante. Muhamedi i tha, mos qaj bia ime, mos qaj se Allahu do të më ndroj. E dinte dhe aj se po t'ishte Ebu Talibi gjallë, nuk do të guxon të askush të sulmon. I dhujtarët e kërkonin me çdo kusht Muhamedin dhe e kërkuan qabe dhe i thanë, ne të kemi thirrë me na tregu argumentet se ti je profet. Deri sot nuk kemi pa asë një argument të ndin, sepse profetet tjerë ma përpara e kanë përdorë shkopin që është bërë gjarë, pastaj kanë gjallë të vdekurit. Ndërsa me ty nuk po mund të besojmë se je i dërguari i Allahut. Muhamedi ju tha, shikoni, po donë Allahu, mu do të më sjellë në një argument. Mirë po, ju e keni për detyrë, pastaj të besoni. Nëse nuk besoni, do të ndëshkoheni shumë rënd nga Allahu. Po, ata gjithsesi kërkonin, ne do të besojmë, por ti duhesh të na sjellësh një argument. Hej, Muhamedi tha, po, edhe unë jam njeri si kur ju. Edhe, po doj Allahu, mu do të më dërgon do një argument. Po përsëri po ju them, ju duhet të me besoni, të besoni se s'ka tjetër veç një Zot. Tha, ne të besojmë nëse e qanë tokën edhe buron ujë aty, i sjell lumejt pranë këtu dhe shohim hurma, rosh, të gjitha këto ne i besojmë, nëse ti na i bile i thanë edhe kodrën Safa, nëse mundësh ta bësh krejt të artë, ne të besojmë si je pejgamber, tër ndryshe nuk të besojmë. Atëherë, Muhamedi ju drejtua Allahut dhe tha, jam në vështërsi të mëdha me idhujtarët, kështu që do t'ishte mirë të kem ndonjë argument. Sado që ju e dini më mirë. Allahu e ato ditë e qau hënën në mes. Në njerën mal u duk një pjesë, edhe ka hira, mali hira u duk pjesa tjetër. Edhe Muhamedi i gëzuar ju tha idhujtarëve, ja, shikojeni se si është ndarë hëna, ky është argument, e dëshmoni pra atash.
ata thanë nuk të besojmë. Nuk të besojmë se kjo është magji. Magji tilla kanë bëjnë edhe njerëzit tjerë. Mirë po aty u tregu një burr i mençëm dhe u ngrit dhe i tha Paris, shikoni, ne duhet të pyesim udhëtarët që vinë në Mekë. Hynë në Mekë edhe t'i pyesim a e kanë pa, do të thotë, hanën e ndamë në 2 pjesë. Edhe mbas disa kohë erdhen disa udhëtarë, i pyetën, edhe udhëtarët thanë se po e kemi pa hanën të ndarë në 2 pjesë. Mirë po i dhujtarë si dhujtarët, prap nuk besonin. Prap nuk besonin. Mirë po Allahu për ta ndihmuar Muhamedin do thotë e dërgoi aty Gjibrilin me një burak me të cilin ajo është Isra edhe Miraxhi, pjesa e parë është Isra, që do të thotë udhtojnë nga qabja deri me gjithë Aksa me burakun, Gjibrili. Buraku është një shtazë pak më e madhe se gomari dhe më e vogël se mushka, edhe sa e ka shikimin aq që ka edhe hapin. Ata udhtuan, do thotë, ky është udhtim me trup, me shpirt, edhe shkuan me gjithë Aksa. Atje e lidhen kafshën ku e kanë lidhur. Edhe pejgamberët tjerë, edhe Muhamedi hyri në xhami mrenda, i bëri 2 rekate namaz. Ju priu gjithë profetëve tjerë që ishin aty, edhe pastaj vjen pjesa tjetër ku ai do të ngritet bashkë me Gjibrilin në qiell. Ky është një argument tejet bindës se fuqia e Allahut është shumë e madhe, kanë thënë edhe librat përveç Kuranit, edhe librat e studiuzve tjerë, se këta udhtojnë edhe Gjibrili kërkon të hapet qielli i parë, dhe kur hapet qielli i parë, e takojnë profetin Ademin, profetin e parë, njeriun e parë, edhe Ademi në të djathtë ishe një grup, kur ishe një grup njerëzish, ai qeshet. Kur shikon në majt, ata qajnë. Aty kur ka hy, do të thotë, pejgamberi Muhamedi a.s. ja ka dhënë selamin, ai ja ka kthy selamin, po edhe i ka tregu se këta njerëz që qeshin janë të lumtur, ndërsa ata tjerë që qajnë anën e majt janë të... Edhe aty i thotë se ti je profet. Ta ngritin do thotë edhe prap në një shkallë më të lartë, në qiellin tjetër, edhe atje takojnë pejgamberët të tjerë. Edhe ata do thotë pranojnë pejgamberin, Isaja, Zekeriaja, do thotë Isaja, biri i Meremës, nënat i kanë pas motra dhe edhe ata ja japin selamin edhe i thojnë se ti je profet. Pastaj vazhdon në qiellin tjetër, takojnë Idrisin, edhe ai si e pranon si profet, takojnë edhe Harunin, edhe ai Muhamedin e pranon si profet, edhe
në qiellin tjetër kur arrin e takojnë Musën. Musa do të thotë edhe ai jap selamin, edhe i thotë se je profet, po ky i thotë qëllimin e tij se do të ngjitet në qiellin tjetër, po kur largohet Muhameti, Musa çan. Njeni do të thotë aty prej njerëzve të shenjtë, do të thotë, i ka thonë, pse po çan? Thotë, po qaj se ky pejgamber është më i ri se unë dhe njerëzimi i tij do të thotë do të hynë në xhenet më shumë se sa nga ata të mit. Prandaj po qaj unë. Edhe në qiellin tjetër e takon edhe Ibrahimin, pastaj e takon ngjitet qiellin tjetër, edhe aja jap selamin, e pranon profet, edhe kur ngjitet në qiellin tjetër e shohin një pemë. Në bukur çka syri njeriut nuk mund ta përshkruaj bukurinë e asaj peme. Aja sheh Allahun, afrohet 2-3, si të them, 2-3 kuti afër asaj, ja jep selamin edhe ai Allahu qofshin fali thot, ju jeni profeti, unë ju kam ngarku me mesazhin që të përhapni islamin dhe t'ja hapni rrugët, syt, mendjen gjithë njerëzimin. Mirë po, thotë, kam edhe një kusht që ju të bëni namaz 50 herë në ditë. Edhe Muhamedi kthehet, kur kthehet te Musaj i thotë, shiko, janë shumë 50 rekate. E duhesh me u kthy edhe një herë dhe me kërku se dhe populli im ka pas, nuk mi ka kry disa nevoja edhe shërbime që kemi pas ndaj Allahut. Kthehet Muhamedi, i thot, me leje, do thot, në atë kuptimin selam Allahut, i thot se janë shumë. Allahu e zbret në 10 namaze, jo rekate, 10 namaze gjatë ditës. Kthehet përsëri në qiellin tjetër te Musa dhe Musa i thot, janë shumë, shko te Allahu kërkoj ma pak. Edhe kthehet edhe një herë. Allahu tash i thot, mirë, thot, i duhet gjatë ditës edhe natës t'i bëni 5 namaze. 5 namaze dhe kthehet. Kur kthehet te Musa, Musa i thot, duhesh të kthehet se janë shumë. Muhamedi i thot, unë nuk mund ta mundoj më Allahun këto 5, sepse Allahu i ka thonë 5 namaze janë sa 50. Pra, ymeti Muhammed ka për detyrë, do thotë, të falet 5 herë në ditë. Edhe pastaj o kthy edhe po atë natë, o kthy në Mekë. Njerëzit, kur ju ka thonë njerëzit nuk kanë besu. Do thot, e kanë pyet edhe Ebu Bekrin, çka mendon, thot. Ebu Bekri ka thonë se unë i besoj. Pra kjo është një mrekulli e Allahut që muslimanët e kanë për detyrë të besojnë. Çka mendon ti? Sa e bukur kjo histori. Fuqia e Allahut është shumë e madhe. Po, pra, qika jeme. Fuqia e Allahut është shumë e madhe dhe ky është një argument që Muhamedi ishte profeti i fundit, ashtu si që kanë thënë edhe librat e shenjtë. Pra po ngritemi bashkë edhe ti shko pusho, edhe unë jam pak i lodhur, edhe po flej. Ngrit u bia ime.
Natën e mirë, vijaj. Natën